Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta e zhvilluar këtë të hënë para kuvendit u shoqërua me tensione mes qytetarëve dhe forcave të policisë. Përpjekja e disa protestuesve për të kaluar barierat e sigurisë solli përplasje dhe përdorim të sprajit irritues nga efektivët. Pas mbylljes së protestës, tubuesit u zhvendosën drejt komisariatit numër 1 duke kërkuar lirimin e personave të shoqëruar. Protesta e radhës para parlamentit nisi që në orët e para të mëngjesit, përpara nisjes së seancës plenare, ndërsa masat e sigurisë ishin më të shtuara krahasuar me tubimet e mëparshme. Forcat të shumta policie krijuan perimetër sigurie rreth godinës së kuvendit, duke kufizuar afrimin e protestuesve pranë hyrjes kryesore. Sipas policisë, masat u morën për të shmangur incidente të mundshme ndaj deputetëve gjatë hyrjes në institucion. Tensionet u rritën në zonën e kryqëzimit në rrugët e Elbasanit, ku forcat e policisë shoqëruan protestuesit, mes tyre dhe nismëtarin Arben Kolla. Gjatë përplasjes pati disa shoqërime në komisariat, ndërsa në vendngjarje mbriti dhe një ambulancë për t'i dhënë ndihmë një qytetari që pati probleme shëndetësore. Pas incidentit, protestuesit vijuan qëndrimin në 2 pika pranë kuvendit, ku për rreth 2 orë gjysmë kundërshtuan veprimet e policisë dhe kërkuan lejimin e tubimeve pranë institucionit. Në përfundim të protestës, protestuesit u zhvendosën drejt komisariatit numër 1, ku kërkuan lirimin e personave të ndaluar gjatë përplasjeve. Mes të shoqëruarve ishte dhe një nga organizatorët e protestës, Arben Kolla. Lirimi i tij dhe një protestuesi tjetër u prit me brohoritje nga mbështetësit e mbledhur përpara komisariatit, të cilët akuzonin policinë për tejkalimin e masave gjatë menaxhimit të protestës. Me 75 vota pro, kuvendi miratoi marrëveshjen e Huas $302 milion mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për fushën e mbrojtjes. Majoranca e cilësoi financimin historik duke deklaruar se fondet do të përdoren për pajisjet e sistemit të reja sipas standardeve të NATO-s. Opozita mbështeti qëllimin e marrëveshjes, por kundërshtoi procedurën e përshpejtuar të miratimit dhe kërkoi më shumë transparencë. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me procedurë të përshpejtuar marrëveshjen e Huas për $302 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila synon modernizimin e forcave të armatosura shqiptare. Marrëveshja u miratua me 75 vota pro nga deputetët e majorancës, ndërsa qeveria i cilësoi financimin si një hap të rëndësishëm për rritjen e kapaciteteve ushtarake të vendit dhe për mbushjen e angazhimeve në kuadër të Aleancës Atlantikut Veriut. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla deklaroi se fondet do të përdoren ekskluzivisht për blerjen e pajisjeve, sistemeve dhe shërbimeve të mbrojtjes, sipas standardeve më të larta të NATO-s. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtje sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet, me mundësi periudhe grejs deri në 1 vit. Por opozita, edhe pse e konsideroi të mirëpritur financimin amerikan për mbrojtje, ngriti kritika për mënyrën e miratimit të marrëveshjes. Deputeti demokrat Gansben Bardhi akuzoi majorancën për mungesë transparence dhe pretendoi se procedura e ndjekur nuk është në përputhje me kushtetutën. Në këtë kontekst, pa diskutim që marrëveshja €300 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të blerë pajisje ushtarake, të cilën e ripohoj, ne nuk e disponojmë akoma, nuk na është vënë në dispozicion, siç rregullat e funksionimit të parlamentit e diktojnë, absolutisht që është e mirëpritur. Nga ana tjetër, kryeparlamentari Niko Peleshi deklaroi se deputetët kanë të drejtë të njihen me dokumentin edhe në kushtet e deklaratave të konfidencialitetit. Më thoni për çfarë ndërgjegje, nderuar kolegë majorancës, flisni ju kur sot ju kanë ftuar të votoni pa lexuar. Me çfarë ndërgjegje do të votoni ju pa lexuar, pa ju avënë në dispozicion aktet, pa ju përfillur si deputet të kuvendit. Më thoni për çfarë ndërgjegje keni betuar ju, nderuar kolegë majorancës, ku me ndërgjegjet plot
kryeni akte në kundërshtim me Kushtetutën e vendit. Kundër procedurës së ndjekur reagoi dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha se opozita e mbështet Tuhan, por nuk do të votojë procedurën që e cilëson antikushtetuese. Pra, ju lutem, lexoni marrëveshjen dhe mos votoni marrëveshjen pa e lexuar, pa e studiuar dhe natyrisht pa u shqyrtuar në komisione. Berisha deklaroi se grupi parlamentar i Partisë Demokratike kishte kërkuar shtyrjen e seancës deri të premten, por kërkesa nuk ishte pranuar. Ai paralajmëroi gjithashtu se opozita do të informojë autoritetet amerikane për mënyrën e miratimit të kësaj marrëveshje. Ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani, i çekuilibruar totalisht kërkon të dhunojë Kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondë e buxhetit për NATO. E vërteta është që buxheti për NATO sot është 1.3%. Zoti Berisha, a do të merrni pjesë 1.3% në seancën e votimit në orën 15? Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute. Pra deklaroni bojkotin në seancën e orës 15? Ne jemi, edhe njërë, ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedurë të bëhet në përputhje me Kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e ligë antikushtetues të Edi Ramës. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike vijoi edhe mbrëmjen e kaluar në Tiranë me marshim dhe fjalime para kryeministrisë. Pjesëmarrësit përsëritën kërkesat për ndryshime politike dhe bën thirrje për zgjerimin e lëvizjes në të gjithë vendin, ku tubimi u zhvillua pa incidente dhe në monitorimin e forcave të policisë. Protesta qytetare kundër qeverisë dhe klasës politike u zhvillua edhe këtë mbrëmje në kryeqytet duke vijuar serinë e tubimeve të organizuara për javësh. Qindra e qytetarë u mblodhën fillimisht në sheshin Skënderbej, prej nga nisi një marshim drejt godinës së kryeministrisë ku u mbajt edhe tubimi qendror i mbrëmjes. Përpara godinës së qeverisë, organizatorët dhe pjesëmarrësit mbajtën fjalime gjatë të cilave ritheksuan kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndryshime të sistemit politik dhe reforma institucionale. Sipas organizatorëve, lëvizja e cila nisi si reagim ndaj projektit në zonën e mbrojtur të Zvernecit është ndruar tashmë në një protestë më të gjerë qytetare me fokus ndryshimin e mënyrës së qeverisjes dhe funksionimit të institucioneve. Gjatë tubimit u bën gjithashtu thirrje për pjesëmarrje më të gjerë të qytetarëve dhe të rinjve nga i gjithë vendi, ndërsa organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë çdo mbrëmje deri në përmbushjen e kërkesave të tyre. Marshimi dhe tubimi u zhvillua në mënyrë paqësore, pa incidente, ndërsa forcat e policisë monitoronin mbarvajtjen e aktivitetit dhe menaxhuan qarkullimin e akset ku kaluan protestuesit. Në përfundim të protestës, pjesëmarrësit u shpërndan të qetë, ndërsa organizatorët njoftuan vijimin e mobilizimit qytetar edhe në ditët në vijim. Kryeministri Edi Rama shprehu gatishmërinë që Shqipëria të dërgojë forca të mbrojtjes civile në ndihmë të Francës dhe Spanjës të përfshira nga zjarre masive. Gjatë një takimi me zjarfiksit në Fark, ai njoftoi se deri në fund të vitit pritet të mbërrijnë 3 avion të rinj për ndërhyrjet kundër zjarreve. Rama propozoi gjithashtu shpërblim me një pagë ekstra për trupat e angazhuar në përballimin e emergjencave. Ndërsa Franca dhe Spanja vijojnë betejën me zjarret masive që kanë detyruar evakuimin e qindra mijëra banorëve, Shqipëria ka shprehur gatishmërinë për të kontribuar në forcat e saj të emergjencave civile nëse një ndihmë e tillë kërkohet. Gjatë një takimi me zjarrfiksit dhe trupat e emergjencave civile në bazën ajrore të Farkës, kryeministri Edi Rama shprehu solidaritetin me kolegët e tyre në Francë dhe Spanjë, duke vlerësuar sakrificën e ekipeve që po përballen me situata ekstreme. Prandaj unë dua që edhe me lejen tuaj nga kjo sallë t'ju përcjell një shprehje të solidariteti të gjithë kolegëve tuaj në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën, fal jush, dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet, të japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe të përgjigjemi në rast se na kërkohet siç kemi përgjigjur edhe vjet, edhe par vjet, edhe më parë kur fqinjët tanë kanë qenë në hall të madh dhe siç na janë përgjigjur edhe miqt europian edhe fqinjët tanë kur ne kemi qenë në të njëjtin hall.
Kreu i qeverisë tha se përballë rritjes së temperaturave dhe shtimit të rrezikut nga zjarret, Shqipëria po përmirëson kapacitetin e saj të ndërhyrjes. Sipas tij, deri në fund të këtij viti pritet të vinë 3 avion të rinj për shuarjen e zjarreve. Ndërkohë që kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë pronën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti. Gjatë takimit, kryeministri vlerësoi punën e zjarrfiksëve dhe trupave të angazhuar në terren, ndërsa njoftoi se i ka propozuar qeverisë shpërblimin e tyre në një pak ekstra për shkak të angazhimit në përballëmin e situatave të vështira. Unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë të njëjtën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë betejë, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Sipas kryeministrit, Shqipëria është sot më e përgatitur se më parë për menaxhimin e emergjencave, por ai kërkoi edhe më shumë kujdes nga qytetarët për të shmangur shkaktarët e zjarrit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se manipulimi i informacionit dhe ndërhyrjet e huaja përbën një nga kërcënimet më serioze për demokracitë moderne. Gjatë një konference në Tiranë, ai tha se sulmet ndaj demokracisë zhvillohen sot përmes rrjeteve sociale, trollëve dhe fushatave të dezinformimit. Rama e krahasoi këtë fenomen me kalin e Trojës që shfrytëzon dobësitë e shoqërive demokratike. Manipulimi i informacionit dhe ndërhyrjet e huaja në hapësirën publike ishin në qendër të konferencës përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, Shqipëria dhe konteksti i zgjerimit, ku mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama. Në aktivitetin e organizuar nga Ministria për Europën dhe Punën e Jashtme, përfaqësues të institucioneve shqiptare dhe europiane diskutuan mbi sfidat që dezinformimi dhe ndërhyrjet e huaja paraqesin për demokracinë dhe sigurinë europiane. Në fjalën e tij, kryeministri Rama theksoi se kërcënimet ndaj demokracisë nuk vijnë më vetëm përmes mjeteve tradicionale, por edhe përmes fushatave të organizuara në rrjete sociale, të mbështetura nga troll dhe profile të rreme. Ajo që ka ndodhur me demokracinë është se demokracia ka të bëjë me një çarje në dritë të diellit, se demokracia në vetvete nuk ka të bëjë me fshehjen e këtyre çarjeve, por me përballjen me këto çarje në mënyrën e hapur dhe pikërisht është kjo hapja që përbën dhe cënueshmërinë e saj nga armiqtë e demokracisë, të cilët gjejnë në një të qarë shtegun për të hyrë, ashtu si kali i Trojës. Besoj jeni mjaft të informuar për ta quajtur revolucion të flamingove, në fakt një shembull i jashtëzakonshëm i një plase, i një çarje që natyrisht është krijuar, që u bë në fakt një mënyrë për të hyrë për armiqtë tanë për të organizuar një operacion shumë të madh, trodhësh dhe avatarësh. Kryeministri tha se në epokën digjitale fuqia e një shteti nuk matet vetëm me kapacitete ushtarake, por edhe me aftësinë për të ndryshuar perceptimin publik. Manipulimi dhe ndërhyrjet e huaja në informacion kurrë nuk mbërrin me uniformën veshur, mbërrin si ndinjat, trend viral, video të falsifikuara, si një link që çohet një grup WhatsApp-i nga një person që mirëfilli mendon se po ndanë një të vërtet, flet gjuhën ton, shfrytëzon ankthet tona. Kjo është arsyeja pse është kaq efektive. Nuk ju duhet më ushtri për të destabilizuar një vend. Kreu i qeverisë u ndal dhe te sulmet kibernetike të Iranit ndaj Shqipërisë. Sa më afër shkon një vend të drejtbashkimit evropian, aq më shumë rreken aktorët e huaj të hyjnë tinëzisht brenda dhe të sulmojnë. Jam krenar të them, edhe pse jemi sulmuar në mënyrë agresive, ne jemi përgjigjur duke ndërtuar një nga sistemet më të mira mbrojtëse kundër sulmeve kibernetike në Europë. Megjithatë, Rama nënvizoi se mbrojtja e infrastrukturës shtetërore nuk mjafton nëse qytetarët mbeten të pambrojtur ndaj manipulimit masiv të informacionit.
Deputeti Agron Shiaj u përfshi në një incident në kuvent gjatë konsultimit të marrëveshjes konfidenciale të huas me SBA-n për financimin e mbrojtjes. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla e cilësoi veprimin të palishëm dhe kërkoi përjashtimin e tij nga kuventi për 60 ditë. Balla kërkoi gjithashtu që rasti të referohet në SPAK për verifikimin e përgjegjësive ligjore. Marrëveshja e UHAS mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara për financimin e sektorit të mbrojtjes është shoqëruar me tensione dhe jashtë debatit parlamentar pas thirrjes së kryetarit të kuventit që deputetët e njiheshin me përmbajtjen e dokumentit në kushtet konfidencialitetit. Deputeti dhe kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, u paraqit në ambientet e caktuara për konsultimin e marrëveshjes. Sipas pretendimit të majorancës, pasi mori një kopje të dokumentit, Sheha u largua nga salla duke marrë atë me vete, pavarësisht përpjekjeve të administratës së kuventit për ta ndaluar. Ngjarja ka sjellë reagimin e kryetarit të grupit parlamentar socialist Auland Balla, i cili e cilësoi veprimin si shkelje të rënd të rregullave për administrimin e dokumenteve të klasifikuara. Në një reagim publik, Balla deklaroi se sipas vlerësimit të tij deputeti duhej ndaluar në kushtet e flagrancës, duke pretenduar se ishte marrë në mënyrë të palishme një dokument me karakter konfidencial. Paralelisht, ai ka kërkuar zyrtarisht kuventit marrjen e një mase disiplinore ndaj Shehajt, duke propozuar përjashtimin e tij për 60 ditë nga punimet e seancave plenare dhe komisioneve parlamentare. Kryeji i grupit socialist ka kërkuar gjithashtu që kuventi t'ia referojë rastin prokurorisë së posaçme, duke ngritur dyshime për konsumimin e disa veprave penale që sipas tij lidhen me administrimin e informacionit të klasifikuar dhe cënimin e sigurisë kombëtare. Gjykata e Tiranës ka lënë të lirë 2 protestuesit arrestuar gjatë protestës së zhvilluar përpara kuvendit, ku ndaj tyre është caktuar masa e sigurimit ndalimi i daljes jashtë shtetit, ndërsa ata vijojnë të hetohen për veprimet e kryera gjatë tubimit. Policia e akuzon se përdorën lëndë piroteknike dhe sulmuan forcat e rendit. Gjykata e Tiranës ka vendosur lirimin e 2 protestuesve të arrestuar pas incidenteve të regjistruara gjatë protestës së zhvilluar të njëjtën përpara kuvendit. Për Artemisa Islamajn dhe Orion Peçin, gjykata caktoi masën e sigurisë ndalimi daljes jashtë shtetit, duke i lënë ata të hetohen në gjendje të lirë. Sipas policisë së shtetit, të dy akuzohen se gjatë tubimit përdorën kapsolla dhe lëndë piroteknike, të cilat u hodhën në drejtim të efektivave të angazhuar për ruajtjen e rendit. Në dosjen hetimore, 41 vjeçari Orion Peçi dyshohet gjithashtu se është një nga personat që u përfshi në incidentin ku mbeti dëmtuar një efektiv i forcave shqiponja. Pas protestës, policia shoqëroi në komisariatin e Tiranës rreth 30 persona të tjerë për verifikime dhe marrjen në pyetje. Një pjesë e tyre vijojnë të hetohen në gjendje të lirë, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes janë ende në vijim. Prokuroria pritet të vijojë administrimin e provave për të përcaktuar përgjegjësitë individuale të personave të përfshirë në incidentet e regjistruara gjatë protestës. Janë zbuluar detajet e reja nga operacioni për shpëtimin e 24 vjeçares Rosalinda Plaka, e cila u mbajt peng nga ish i fejuari i saj pas vrasjes së 2 prindërve në Vidhish të Roskovecit. Shefi i stacionit policor të Roskovecit rëfen për orët e negociatave dhe momentet kur ju afrua autorit i vetëm dhe i parmatosur për të shmangur një tragjedi më të madhe. Pas lirimit të pengut, autori refuzoi dorëzimin dhe vrau veten brenda automjetit. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga operacioni i policisë për shpëtimin e 24 vjeçares Rosalinda Plaka, e cila u mor peng nga ish i fejuari i saj Refit Buzi pas ngjarjes së rënd në fshatin Vidhish të Roskovecit. Shefi i stacionit policor të Roskovecit, Mariglen Koroveshaj, ka rrëfyer momentet e tensionit gjatë negociatave me autorin, të cilët zgjatën për disa orë me qëllim lirimin e të res pa pasoja të tjera. Sipas tij, ishte vetë Refit Buzi ai që kërkoi praninë e tij pranë automjetit ku mbante peng 24 vjeçaren. Autori kishte vendosur sikush që policia të afrohej i vetëm dhe pa armë, kërkesë e cila u pranua nga uniformat blu për të mos rrezikuar jetën e pengut dhe për të shmangur për shkallëzimin e situatës. Koroveshaj tregoi se ju afrua automjetit në një distancë të afërt, ndërsa i gjithë operacioni monitorohej nga forcat speciale Renea. Në momentin e afrimit, autori e paralajmëroi policin të mos afrohej më tej, duke kërcënuar se do të ndërmerrte veprime ekstreme. Pas kësaj, negociatat vijuan deri në momentin kur
u arrit lirimi i Rosalinda Plakës. Sipas shefit të policisë, Eria ishte në gjendje të rënduar psikologjike dhe kishte psuar dëmtime fizike gjatë rrëmbimit. Ajo nuk ishte në gjendje të largohej vetë nga vendi i ngjarjes, ndaj ajo transportua nga efektivët për ta nxjerrë sa më shpejt nga zona e rrezikut. Pas shpëtimit të saj, negociatori i policisë vjoj kontaktet me autorin me synimin për ta bindur të dorëzohej dhe për të shmangur një tjetër humbje jete. Por pas disa orësh përpjekjesh, Refit Buzi refuzoi dorëzimin dhe i dha fund jetës me armë gjahu brenda automjetit. Korodheshaj e cilësoi këtë herë ndërhyrjen si momentin më të vështirë të karrierës së tij 12 vjeçari në policinë e shtetit. Ngjarja e rëndë ndodhi në 24 korrik në Villish të Roskovecit ku Refit Buzi hyri me forcë në banesën e ishtofejuarës së tij dhe vrau me armë gjahu prindërit e saj, Kosta dhe Belere Plaka. Më pas ai mori peng 24 vjeçaren duke shkaktuar një situatë të rëndë që përfundoi pas negociatave të gjata me policinë. Prokuroria e posaçme ka vendosur zgjatjen me 3 muaj të hetimeve ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe 2 ish-vartësve të saj. Balluku hetohet për shkelje të barazisë në tendera, si dhe për akuzat të korrupsionit dhe pastrimit të parave. Ndërkohë vijon në fuqi masa e pezullimit nga detyra dhe bllokimit të pasaportës pas vendimit të gjykatës së lartë. Prokuroria e posaçme ka zgjatur me 3 muaj afatin e hetimeve ndaj ish-zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, e cila ndodhet nën hetim për disa vepra penale të dyshuara. Hetimi SPAK lidhet fillimisht me akuzën për shkelje të barazisë në tendera, konkretisht për procedurën e ndërtimit të tunelit të Llogaras dhe tenderat për lotët e Unazës së Madhe. Me 4 qershor, prokuroria e posaçme bëri të ditur se hetimi ishte zgjeruar dhe me akuza për korrupsion dhe pastrim parash të lidhura me periudhën kur Balluku bante postin e drejtoreshës së Alp Kontrollit. Në kuadër të hetimeve, SPAK vendosi dhe sekuestrimin e një vile në Dërmi, për të cilat prokuroria pretendon se zotërohet në mënyrë të tërthort nga Balluku përmes një personi tjetër dhe se ka dyshime për origjinën e pasurisë. Sipas organit posaçëm, hetimet lidhen edhe me procedurën e tenderit për rikonstruksionin e godinës teknologjike të Alp Kontrollit për përmirësimin e kushteve të saj me një fond limit prej 88 milion lekësh dhe një shtesë kontraktuale për 14 milion lekësh. Zgjatja e hetimeve prek gjithashtu edhe 2 ish-vartës të Ballukut, Eral Delezin, drejtuesi i keshit, dhe Gentia Ngjyli nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, të cilët janë pjesë e procedimit penal. Ndërkohë, pak ditë më parë, gjykata e lartë rrëzoi rekursin e bërë nga Balluku për heqjen e masës së pezullimit nga detyra dhe bllokim të pasaportës, duke lënë në fuqi vendimin e mëparshëm të gjykatës. SPAK pritet të vijojë veprimet hetimore për mbledhjen e provave dhe sqarimin e plotë të përgjegjësive të personave në hetim. Të nderuar teleshikues, në vijim juftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 28 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në të gjithë vendin. Gjatorëve të pasites në relievet malore e lindore priten vranësira të pakta kalimtare, pa zhvillime të rëndësishme dhe pa rreshje domethënëse. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasitja vijon me një mod të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë në 40 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 13 orë me diell. Era do të fyerë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9 deri në 10. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:25 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:10 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 23 deri në 40 gradë Celsius. Kukës 20 deri në 36 gradë. Peshkopi 19 deri në 34 gradë. Tiranë 25 deri në 39 gradë. Durrës 26 deri në 35 gradë. Kavaj 25 deri në 35 gradë. Elbasan 24 deri në 39 gradë. Berat 24 deri në 40 gradë. Korçë
18 deri në 32 gradë. Vlorë, 24 deri në 34 gradë. Gjirokastër, 20 deri në 33 gradë. Sarandë, 26 deri në 34 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot i qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Vetëm në relievet malore i gjatorëve të pasdites mund të ketë vranësira të lehta kalimtare pareshje. Paraditja do të ketë një mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 36 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 28 minuta. Temperatura minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 18 deri në 35 gradë Celsius. Podujev, 17 deri në 34 gradë. Skënderaj, 18 deri në 35 gradë. Pej, 18 deri në 35 gradë. Prishtinë, 18 deri në 35 gradë. Gjakov, 19 deri në 36 gradë. Malishev, 19 deri në 36 gradë. Qilan, 18 deri në 35 gradë. Ferizaj, 18 deri në 35 gradë. Kaçanik, 17 deri në 34 gradë. Suharek, 19 deri në 36 gradë. Prizren, 19 deri në 36 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.